Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum rahmetullahi ve barakatuh. Në muajin e begatë të Ramazanit, një ndër aspektet e rëndësishme të këtij muaji është edhe bamirësia. Mirë po jo vetëm në Ramazan, por në tërësi në besimin ton si musliman, bamirësia ka një hapësirë shumë të veçantë. Për arsye të kohërave që kemi kaluar, apo të historisë që ne ndoshta jo shumë mirë e dim, bamirësia tashmë ka marrë një përkufizim. Po ti thuash dikujt për bamirësinë, të jep një ide pak a shumë se çfarë është. Një nevojë që kanë të varfërit. Në fakt, gjithmonë lind nevojë që ne të kthehemi dhe të shikojmë çfarë përkufizimi ka ajo, si është aplikuar ajo, çfarë lloj ngjyrash ka pasur ajo. Që nga koha profetit e mëradh deri në ditët tona sot. A është bamirësia vetëm një nevojë për të varfërit, apo është një nevojë e pasurve karshi të varfërve? A është thjesht një lëmosh që i jepet njerëzve që kanë një nevojë akute, apo është një filozofi e cila i zgjojnë popujt, i zhvillon shoqëritë, i integron njerëzit me njëri tjetrin. Megjithatë, ne do mundohemi ta diskutojmë sot të temë që për mendimin tim është e rëndësishme. Njerëzit bëjnë mirë, por ndoshta mënyra se bëjnë mirë ka shumë rëndësi. Bashkë me Bahar Kaçelin, Bahar, si gjithmonë jemi bashkë ne. Sot kemi kënaqësinë të kemi profesorin ton edhe të medresës timin të paktën, profesor Nasuf Hoxhën. Mirë se vjen profesor, Zoti shpërbleft. Mirë gjeta, sa të shpërblet ju. Faleminderit profesor. Duhet ta theksojmë si fillim që profesor Nasufin e kemi përveç angazhimit si imam në xhami, që xhamia ka rolin e vet në bamirësi, mbledhjen e sadakas, menaxhimin e burimeve etj. Ka një angazhim shumë të madh edhe me organizmat, po themi humanitare, po të njëjtën kohë edhe me organizmat arsimore, pra është administratori i medresës vajzave të Durrësit, apo siç e përmendet edhe që e ke pas profesor medresë të Tiranës etj. Pra përsa e përmenda këtë që ne do të qëndrojmë dimensionit që ka bamirësia në aspektin ekonomik, në aspektin shoqëror, në aspektin kulturor. Pra vetëm do të fokusohemi tek një kategori njerëzit nevojë dhe pa inshallah do të mundohemi pra që të japim një dimension komplet tjetër termit bamirësisë edhe çfarë jemi në gjendje ne që të bëjmë me këto mundësi të kufizuara që kemi. Më fal për ndërhyrjen. Profesor, po ta bëjmë një nisje të tillë siç e thamë dhe me Baharin, që dashje pa dashje, koha dhe njerëzit i përkufizojnë ca gjëra. Pra, ja vendosim një përkufizim për arsye të kohërave që ne kalojmë. Ai e merr një fjalë të caktuar me një konotacion në bazë të një histori apo ngjarjeve që ndodhen. Tashmë bamirësia ka marrë përkufizim. Duket sikur është vetëm ai njeriu që është nevojtar, edhe bamirësinë thojza bëhet vetëm këtij. Ose vetëm atij njeriu që është një nevojë akute, i cili tashmë është gati, si thua, të humbë edhe jetën, po nuk i qe kjo bamirësi aty. A mund t'i japim në një dimension më të gjerë? Çfarë është bamirësia në vetvete? Pra ç'kufi ka, si e shikon vetvete Islami për këtë përkufizim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu. Salavat i dërgojmë profetit ton Muhammedit alayhis salam, familjes së tij të nderuar, shokëve të tij besnik, dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Në Kur'anin famlart dhe në traditën profetike do të gjesh padyshim shembuj të ndryshëm që flasim për shumë prej dimensioneve që na shpërfaq feja jonë islame, dhe ndërto është edhe pjesa e bamirësisë. Dhe është interesante tek mënyra se si trajtohet bamirësia në vetvete ose të bërit mirë, ku mund ta quajmë në termin e sadakas, është sadaka të bësh këtë, është mirë domethënë bësh këtë, është bamirësi me termat e sotëm që mund t'i quajmë pak më modern. Por se të ndihmosh, të japësh sadaka dhe të bësh mirësi, ka një dimension shumë më të madh se sa kaq. Për sa i përket asaj që folëm edhe tham që shpesh herë kuptohet bamirësia si një nevojë e njeriu të varfër, nevojtar, që neve po ja plotësojmë. Po. Pavarësisht kush, një individ, një grup individi, një xhami, një institucion tjetër ose edhe vetë shteti kur e ka pjesë të angazhimeve të veta për kujdesen ndaj këtyre shtresave. Por në fakt sadakaja në vetvete ose mirësia e të bërit mirë dhe ajo bamirësia që e quhetëm, hyn shumë më thellë se sa kaq, edhe bëhet shumë më gjithëpërfshirëse se sa kaq. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë ruhuni nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe duke dhënë një gjysmë hurme. Wala bi shiqqi tamra. Një hurmë arabie kemi parasysh se ato kohë. Pra na hiku thjesht nga sasia ose nga një nevojë e caktuar. Pra na mëson që të jemi nga ata që japin
përpiqesh që të ruhesh nga zjarri i xhehenemit duke bërë një mirësi të tillë dhe duke dhënë edhe qoftë një gjysmë hurme. Dhe në fakt nuk thuhet që duhet t'ia japësh një fukaraj ose një të pasuri. Ore të mësohesh në radhë parë me idenë e të dhënit që t'japësh. T'japësh një gjysmë hurme. Sasia e vogël, por se dëshira është ajo që vlerësohet tek Allahu xhaleshanu që e quajmë neve niyeti. Kurse për sa i përket pjesës të mirësive dhe të atyre sadakave që njeriu mund të bëjë për hapër të Zotit, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Walau an talqa akhaka biwajhin hasan." Do të thonë, sadaka konsiderohet edhe kur i paraqitesh vllait tënd me një fytyrë të buzëqeshur. Buzëqeshën fytyrën tënde konsiderohet sadaka, nuk është se i bëri ndonjë gjë të madhe, po thjesht fakti që ai shikon me sytë e ty një fytyrë që buzëqesh, edhe gëzohet kur e shikon atë, ndihet mirë dhe ai, edhe kjo vetë është sadaka, kështu që dimensioni i sadakas dhe i mirësisë është shumë i madh se sa thjesht dhënia një nevojtari. Shiko profesor, ti ke, domthon është patjetër kjo dimensione që kalojnë në gjitha forma, po të thashum, dashje pa dashje, nuk janë përfshirë këto dimensione. Ne kemi menduar tashmë bamirësinë si një lëmosh vetëm e dhënë për të varfrit. Madje do të thoja këtë që ndoshta gjithë njerëzit japin profesor, po ta kesh vurë, ka njerëz që nuk janë dhe të besimit dhe japin. Dhe kam përshtypjen që e vetmja diferencë që është mënyra e dhënës. Ndoshta mënyra bën hymi gjë, pra ose menaxhimi i drejtë sasi mënyra se si ne kemi vendosur ta japim, kam përshtypjen që Islami ka kushtuar vëmendje shumë të veçantë, se sa thjesht sasia, me që se kalum nga sasia. Atëherë në raport me mënyrën, gjem dhe jetën e profetit dhe shumë modele që mënyra ka pas disa struktura të veçanta, disa modele, disa fisnikri të veçantë, mënyrën si ja kemi dhënë dhe të varfrit në një farë forme. Përsa i përket tek dhënia e sadakas, thash vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij është shembulli më i mirë se si zbatohet Islami në jetën e përditshme. Pra na ka dhënë modelin më të mirë Allahu xhaleshanu nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A do të shikosh në një nga ato fjalët e tij, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot na përmend një hadith për 7 grupe njerëzish që do të jenë në hijen e Allahu xhaleshanuhu atë ditë kur nuk ka hije tjetër veç hijes tij. Për rëndit në një ndër këto grupe konsiderohet një person që i jep një sadaka, pra bën një bamirësi, që është aq i sinqert në dhënien e kësaj bamirësie dhe nuk synon asgjë tjetër përveç kënaqësisë Allahu xhaleshanu, saqë thot e jep në mënyrë të fshehurazi, aq sa simbolikisht ose në mënyrë figurative. Ai e thot drejt për drejt teksti, por se unë do ta mendoja se si mund të mos e di e majta se çfarë dha e djathta, se dy duart pjesë e trupit njeriu janë. Pa t'jap me djathtin e tij aq sa që edhe majta nuk e di, jo më ta kuptojnë. Sa që thotë në kulturën islame, në traditën islame, për ta respektuar këtë thënie, ka pas për njerëzve që e kalonit majtën mas shpine kur dhuronin me djathën. Për ta zbatuar që majta mos ta di se çfarë po jep djathta. Dhe është synuar shumë që të kihet parasysh ideja e sinqeritetit në radhë parë tek dhënia, për çfarë qëllimi e jap. Se edhe sadaka vjen nga sitë në gjuhën arabe, pra lidhet vjen nga sinqeriteti. Ke pjesa e sinqeritetit se kërkohet nëse synon shpërblimin e Zotit, gjëja e parë, ky që njëshi është i gjithçka, e shtoj zero sa duash, po se pata atë njëshin e sinqeritetit nuk ka vlerë pastaj më pas. Dhe kjo lloj sadakaje që jepet në këtë lloj forme është shumë afër sinqeritetit. Dhe ndihmon edhe njeriu që ti jep, edhe njeriu që ti i gjindesh, që të mos ndihet i ofenduar, të mos ndihet njeri, domethënë që le të themi nevoja e ka bërë që të pres në duart e tjerëve. Edhe më shumë shikon tek sytë e tjetrit se sa nga dora, pastaj se si do më trajtoj më pas. Po tani ka njerëz për shembull që thonë mirë është bëhet dhe hapur që të shifet. Institucionalizohet. Pra, të shihet. Kush mund të jetë një mënyrë që ne duhem ta bëjmë hapur që të reklamohet si veprim, por që t'i ruhet ky sinqeriteti, qoftë edhe njeriu për atë që e merr. Pra, a mund të na sjellësh për shembull një pikpamje në traditën tonë, si mund ta ruajmë këtë? Për sa i përket mënyrës pastaj se si jepet, në fenë islame, pra thash e tregon këtë dimensionin e sinqeritetit dhe të fshehtësisë së dhënies sadakas deri në këtë pikë sa që mos ta di e majta çfarë dha e djathta jote. Por ka dhe ajetet Kuranit famlart, që thot Allahu xhaleshanu edhe nëse e jepni haptas, ajo është e mirë, është e pranueshme. Por nëse e bëni fshehta fa ni'ma hiya, është edhe më e mirë, domethënë kur e jepni në mënyrë të tillë e çoni tek nevojtarët,
në mënyrë që të mos duket, të mos bie shumë sy, që edhe nefsi jo të mos mashtrohet nga fama dhe nga mirënjohjet e njerëzve të tjerë. Po të shikosh, gjëja më e mirë është të ruash një të mesme. Pa duhet të kesh kujdes tek një jetë jo që ta ruash në jetën tënde, por nëse ti këtë anë le të themi ke krijuar një lloj imuniteti, ka arritur ta mbrosh veten tënde nga kjo lloj syfaqësie, mirë është që t'japësh në një shembull të mirë edhe për të tjerët. Tregohet në të e dim, se nuk është se e them unë për herë të parë, është hadithi i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam ku tregohet se një grup njerëzish nevojtar, duket që ishin nga periferitë e qytetit Medinës, erdhën në Medinë dhe ishin një gjendje jashtëzakonisht të varfër, ishin shumë të varfër. Dhe nxit profeti alayhi salatu wasalam për të dhënë sadaka aty, i nxit haptazi gjithë sahabët. Edhe le të themi shtrohet një copë aty dhe do priteshin donacione tashmë. Askush s'po lëvizte, ishin nevojtar vetë Medinasit, nuk është se ishin pasanik. Derisa i nxit profeti alayhi salatu wasalam 2-3 herë e bën nxitjen e tij dhe është ajo hadithi i famshëm që nuk paksohet pasuria nga sadakaja, por shtohet 3 herë përmend fjalën shtohet. Dhe njëri nga pranishmit nxiton për shtëpinë e vet dhe sjell thuhet një sasi monedhash argjendi ose pak argjend, aq sa kishte një sasi të vogël dhe vendos ato profeti i Zotit të kam bërë për hatër të Zotit, pra e kam dhënë për ta. Nga që pejgamberi alayhis salam bëri dua dhe përmendi këtë lloj hadithi për to që shtohet sadakaja, u nxitën dhe tjerët, shkuan dhe u grumbullua një grumbull i madh me ushqime, veshje, para dhe u ndihmuan, u plotësuan nevojat e këtyre njerëzve. Dhe në këtë moment u gëzua shumë profeti alayhis salam. Pra nganjëherë ka nevojë që dikush të nxjisë, të stimulojë edhe të tjerët me të dhënë, duke dhënë shembullin e vet personal, por se gjithmonë duke pas parasysh çështjen e niyetit. Kurse në kulturën e muslimanëve, në kulturat e brezave të muslimanëve, jo shumë vonë, pra në kulturën e perandorisë osmane për shembull, kam pas një traditë shumë bukur që kur e kam dëgjuar për herë të parë jam mahnitur nga mënyra, stili, gjetja që bën ata. Guri i sadakas. Është një fondacion madje në Turqi që ka sadakash. Edhe guri i sadakas. Ç'është ky guri i sadakas? Thuhet që një gur kishin bërë një vrim, si më thonë. Pas qoshet posaçme për rrugët, në për vende, në për rrugë kryesore, në për qendrën, pra ku kalojnë njerëzit në përgjithësi, edhe njeriu fuste dorën aty. Ndërkohë liheshin para, ato që mendonin të jep një sadaka, fusnin dorën dhe linin parat. Ndërkohë tjetri që fuste dorën, nuk e dihet a është nevojtari që do të marrë, apo ai që po jep. Edhe kjo, le të themi, edhe edukon të tjetrin me sinqeritet, por edhe harron të dinjitetin edhe individit nevojtar, që fuste dorën aty dhe nuk e dinte ky tjetri, a la apo mori prej aty. Pra është një lloj forme të edukuarit të sinqeritetit, por edhe për ta bërë pjesën e solidaritetit me njëri tjetrin si detyrim që e kemi ndaj njëri tjetrit, jo thjesht si një mirësi që unë ta bëj dhe tash nesër duhet ma dish, duhet të jesh mirënjohës ti për të mirën që të bëra. Në përgjithësi ne si shoqëri kemi trashëguar këtë, ndoshta ka të bëjë edhe me përkushtimin fetar që kanë pas brezat më përpara dhe që me një formë apo me tjetër kemi trashëguar edhe ne, përgjithësisht shqiptarët japin. Edhe kjo u tregu edhe kur që tërmeti, domethënë pa që me një kohë shumë shkurtër mlodhen sasi marramen, konsiderueshme vërtet. Dhe në shumë raste tjera ku ka nevojë për mbështetje, jemi sinqertë. Luftën e Kosovës, pavarësisht se shqiptarët ishin ka pas raste domethënë që shqiptarët kanë treguar që me vërtet japin. Muji i Ramazanit është edhe që i nxit edhe më shumë. Apo të shohësh unë njoh shumë njerëz që as nuk falen, as nuk kanë ndonjë lloj interesi, as nuk agjerojnë. Mirë, po kur vjen muji i Ramazanit, thotë, ku jepen ato ndihmat, kush e mbledh sadakatul fitrin, sa është sadakatul fitri këtë vit. Po t'i kthehemi historisë, pra imagjino të shohim që i Madhi Zot na e kalon atë, po themi bamirësinë fakultative, pa sadakaja, veprat e pa kushdoj që t'jap, po na kalon edhe të detyrueshmen, që është një zakat. Ajo që mund ka bërë përshtypje gjithmonë është se zakati nuk është se ka pasuri për një përqindje shumë e lartë, është 2.5% e pasurisë tepruar, nëse do ta themi me terma më të kapshëm. Po. Mirë, po nëse do të grumbullohet e gjitha kjo, do të menaxhohet ashtu siç duhet, pra kjo është një vlerë e jashtëzakonshme dhe jep edhe një lloj standard jetese për në zonat urbane sidomos. Pra nëse do të referohemi të shohim që 60% e jetës sociale të njerëzve ka qenë menaxhuar pikërisht nga këto vakëfe.
nga institucionet e bamirësisë. Pra ishin shkollat, ishin mejtepet, ishin medreset, mirëmbajtja e xhamive, ndërtimi i urave, hapja rrugëve, sjellje e ujit, burimet e ujit, puset, kanalizacionet. Pra të gjitha këto po t'i shohësh kanë pas një impakt jashtëzakonshëm në shoqëri. Edhe ajo që e përmendëm në fillim të shohësh që sadakaja, zakati kryesisht, sjell një thyrje monopoli ekonomik. Shoqëror. Patjetër, është shumë e rëndësishme sjell barazi. Ka pas prej dietarëve që njeh historia islame edhe në kohën e Prandërisë Osmane që e theksojnë që kam lindur në një vakëf. Pra ato shifahanet, ato spitalet që ishte vakëf. Jam tundur në djepin e vakëfit. Jam shkolluar në shkollat e vakëfit, po jap mësim, pra se ishte bot dietar. Po në vakëf edhe jam i sigurt që kur të vdes do të varrosë edhe qefini gjitha vinë për i vakëfit. Pra ka një mbulesë, po themi krijon një barazi shoqërore. E njëjta kohë thyn monopolet ekonomike. Pra ajo që më ka bërë përshtypje mua është pse shumica e dietarëve, sidomos në shekujt e parë, shohim që kanë insistuar që sadakatul fitrit të jepet me hurma, me grur, me oriz, pra me ushqim edhe jo me sasi monetare. Edhe jam habit kur e kam marrë vesh se qëllimi ishte për arsye në tregjet në përgjithësi krijohesh monopoli i këtyre produkteve, po. Nxitja që u bën është njerëzve, kryesisht popullsisë rurale, pra fshatarëve që të vriznin me prodhimet e tyre bujqësore në qytet, ishte për ta goditur këtë monopol. Po edhe në aspektin kulturor. Për sot për shembull në shoqëritë po themi që kanë kriju po themi një standard ekonomik, edhe këto fakultetet e shtrenjta, shkollat e shtrenjta, pra fëmia i mjekut do të bëhet mjek, i avokatit do të bëhet avokat, pa krijohet një lloj monopoli kulturor dhe krijohet, pra linden këto aristokraci. Se bëhet e pamundur shkollohesh apo ne? Linden aristokraci, to familjet e mëdha etj etj. Në kohë që shohim në Islam nuk pra fakti që ishte i zgjuar apo mësonte, dilte dikush tjetër që mbulonte të gjitha shpenzimet si ai të shkollohesh. Pra dhe historia islame njeh njerëz që kanë qenë nga shtresat më të ulta, në shumicën e rasteve kanë qenë edhe sklever, edhe që kanë përfunduar kadilere, kanë përfunduar vezira apo në postet më të larta drejtuese shtetërore. Pra nuk ka qenë shkak origjina e tij apo gjendja si thosh, apo statusi. Nëse do ta analizojmë gjithën, se po zgjatem shumë tash në tërësinë e saj, do të shohim që bamirësia, zakati, sadakaja që është dhënë në këto fusha dhe është menaxhuar si duhet, ka sjell këtë barazi sociale ndër njerëz. Po ndoshta kjo do të na hap një derë tjetër për të diskutuar. Për shembull ne e vërtet domthoni farë formën e kemi natyrën e bamirësisë, por të flasim për një çështje si do të ishte e nevojshme që të shpërndahet në këtë lloj strukturash. Pra, lëmosha është vetëm për të varfrit, më saktë, apo përfshin në pikpamjen islame shumë kategori tjera. Pra, e ka derën më të gjerë. Është interesante pyetja, sepse vetë tema e sadakas duket sikur në të vërtetë është një ndihmë që jepet vetëm nevojtarëve, njerëzve të varfër. Por se sadaka në tërësi dhe zekati në veçanti, ka ato dyert e zekatit që quhen, ose shtresat që përfitojnë drejt për drejt i zekatin, që në radhë parë janë për ato. Innema sadaqatu lil fuqara'i wal masakin etj deri në fund të ajetit ku përmenden kategoritë që e përfitojnë. Sigurisht që parsorë është ndihma ndaj këtyre njerëzve që do ta quajë unë, kështu që duhet ju sigurohet minimumi jetik. Minimumi për jetesën, një jetesë minimale duhet ta kenë sigurt garantuar, ata të kenë ngrënën, të pirën, një vend për të strehuar, për të fjetur e për të ndëjtur me familjet e tyre, të bëjnë një jetë dinjitoze normale. Ky është minimumi që e ka synuar feja islame dhe gjithmonë është përpjekur, edhe kur shteti nuk ka qenë aq i fortë sa duhet, është bërë nga individët që janë të nxitur nga feja që të japin zakatin e tyre, dhe përveç zakatit dhe sadakat tjetër vullnetare shtesë, kanë hapur qendra shëndetësore, si që mund të quajmë sot spitale, kanë hapur fura për bamirësi, restorante, hane, mejtepe, e me radhë, dhe me thënë, forma nga më ndryshme e kanë konsideruar si sadakat të vazhdueshme, që sevapi dhe shpërblimi i saj do të shkon për ta edhe në botën e përtejme. Dhe kjo ka minimizuar efektet e varfrisë në shoqëri. Kurse pjesa tjetër pastaj hyn tek pjesa për shembull e kërkimit të diturisë ose luftës për hir të Zotit, për të mbrojtur atë dheun. Po nëse do të ngresh le të themi një ushtri që ka nevojë, edhe kjo ushtri do të ndihmohet po prap nga populli, nga vetë njerëzit.
do të ngresh një shoqëri që tjetë e aftë të menaxhoj, le të themi, burimet dhe të ardhurat që ka vendi. Allahu xhaleshani çdo vendi ka dhënë të mirat materialet vetat, diku ka miniera, diku ka naftë, diku ka fusha, diku ka male, diku ka bukurinë natyrore që mund të shfrytëzohen. Për këto duhen njerëz që t'i menaxhojnë dhe për t'i menaxhuar këta duhet shkollohen. Janë hapur shkollat, janë hapur universitetet. Pjesa më e madhe e këtyre historikisht në shoqëritë islame kanë qenë gjitha vakëfe. Gjitha të ngritura nga burimet e sadakas dhe zakatit, dhe aty kanë shkuar fëmijët, që siç e përmendi dhe Hoxh Bahari, që kanë dalë janë bërë dietar, janë bërë kadiler, janë bërë njerëz drejtues shteti. Domethënë nga këto pa janë stimuluar, janë nxitur edhe dietarët, shkencëtarët që ishin të dhënë mbas fushave të ndryshme. Neve duhet të kthejmë syt në histori dhe të kërkojmë pak ngjyrmët e dietarëve musliman, që nuk kanë qenë vetëm në fushat të quajmë kështu të thata të teologjisë, por në gjitha fushat e shkencës, algebre, gjeometrie, fizike, kimie, biologji, në çdo fushë ke pas, edhe kanë qenë pjesa më e madhe, edhe vetat shkollimit të tyre, po edhe institucioneve që kanë ngritur ata, janë bazuar te zakati dhe sadakaja, tek bamirësia që kanë për njerëzit. Gjithmonë është pasur parasysh që tek dhënia e sadakas, gëzimi më i madh duket sikur shfaqet në fakt tek personi që e merr, që gëzohet. Por në fakt impakti më i madh është tek ai që jep. Unë do ta quaj gëzimin më të madh tek ai që jep kur e jep me sinqeritet. Nëse nuk e ndjen këtë gëzim, shive se ka diçka tek sinqeriteti që duhet parë. Ti të gëzohesh që po e jep. Që të ka dhënë Zoti prej mirësive dhe ti sot ke t'japësh. Është mirësi e madhe, është mirënjohja e madhe ndaj Zotit kur ti fillon dhe jep nga ajo që të dha Zoti. Së fundja neve në konceptin islam, e gjithë pasuria dhe gjithçka prej mirësive që ti ke janë të Zotit, nuk janë tuat. Ti ka lënë Zotin dorë. Ti je shërbëtor, si thon. Ti shërbesh asaj që të ka lënë Zotin duar dhe në fund prap do t'japësh llogari. Çfarë bëre me të, si e menaxhove, si e veprove? Dhe ku e çove? Duhet na mbash përgjegjësi. Dhe kur njeriu arrin këtu që shqyr Zotit, e kam kuptuar si duhet këtë amanet, e kam vlerësuar si duhet këtë amanet që ma la Zoti në dorën time, dhe tashmë po e jap në vendin e duhur aty ku i takon. Prandaj është përgjegjësi edhe të dish se ku ta japësh. Edhe për çfarë ta japësh. Tash pjesa e njerëzve nevojtarë është ajo që gjithmonë ka pasur, po edhe do ketë. Edhe do ketë, patjetër, pa diskutim. Për shkak të aftësive, për shkak mundësive, prirjeve, po të sëmundjeve të probleme që ndodhen njeriu në jetë nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Pengesë në smundje fizike e kështu me radhë. Shkaqe nga më ndryshme ndodh varfëria, këto gjithmonë do të jenë dhe do të ketë interesim për këto lloj stresash. Por muslimanët kanë parë edhe për te kësaj. Do me thënë që njeriu në projekte zhvilluese gjithmonë të jetë nga ata që mbajnë dorën poshtë. Prandaj thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, thot dora që jep është më mirë se sa dora që pret. Po jo në kuptimin se shiko të sa keq ky që të ofendosh atë që s'pret, saktë. Por të nxit që ti të bëhesh nga ata që japin. Nga ata që japin, nga ata që të nxit për këtë, pra të bëhesh nga ata që si puna atij që nuk pret, po shef në shkretier, atë gjarprin e verbër që vinte ai pllumbi dhe ushqente. Edhe ai me atë logjikën e tij thotë që Zoti e ka garantuar riskun gjithsesi. Edhe ti këtu më imagjinoj të tjerëve. Edhe tek hoxha i tij dhe thotë që s'do të kem asnjë lloj angazhimi, thotë se kështu. Edhe hoxha qesh edhe thotë po pse nuk preferon të bëhesh ti pllumbi, po don që ti jesh ai gjarpri. Për shembull në pllumbi pra ti jesh nga ata që japin. Dhe kjo është ajo pjesa. Po ka dhe një dimension që mendoj që duhet parë. Për shembull Kurani trajton dhe idenë që njeriu duhet të ruajë ekuilibër mes nevojave të veta. Pra nuk e ka pëlqyer profeti që të në farë forme të shkretosh edhe vetëm. Pra ka kërkuar që ti të jesh i ekuilibruar në raport me veten po dhe me tjetrin. Jena jetë të Kuranit. Ka një qasje interesante për shembull, se ne për shembull bamirësia, por në fundit ti plotson nevojat tuaja, thot, ajo që është pjesa tjetër, pastaj e ke detyrë për ta dhënë dhe ta jep një formë që të ka hije. Megjithatë, sot për shembull, ku flasim ne, kam përshtypjen profesor që na ka ngelë një stresizim puna e bamirësisë. Tash 30 vjet nuk janë pak, tani që kemi kaluar, do thosh jemi të rjetë, eksperiencët dhe me radhë dakord. Por a është nevojshme që të hedhim pak diskutimin për të kthyer dhe në projekte që vetë prodhojnë në një farë forme projekte, të cilat vitin tjetër atë zotërinë e bëjnë tjetër dhe ai zekatli. Pra jo gjithmonë një farë forme pritës. Por projekte që e zhvillojnë dhe atë që e merr zekatin, që të vazhdojë nesër të futet në pjesën aty nëse një nga objektivet e zekatit që kam lexuar, është që personet ta bëjë zekatli.
Futet në ai tjetër prezervativin në një tanë. Pra ta bëj të ardhmen për aty në që pra a nuk është e nevojshme të hidhet ky diskutim. Ka ardhur koha mendoj që projektet e zakatit vazhdojnë në projekte fitimprurëse që prodhojnë në mënyrë që na zhvillojnë si themin e mini bizneset vogla, mini njerëz, domthon kuptimin projektet vogla që ecin përpara. Këto shoqëritë aksionere me investime me gjëra. Kanë qenë më përpara, siç i përmendën pjesën e traditave islame ku janë lënë toka të tëra, toka bujqësore, ose toka ku janë mbjell hurmat, siç kanë qenë apo plantacione pemësh, ku prodhimet e tyre shkonin për të menaxhuar pastaj shkolla, për të ndihmuar me bursa persona që nuk kanë mundësi të paguajnë për shkollimin e tyre, për aftësimin e tyre, dikush për të trajtuar për probleme shëndetësore, që të aftësohet dhe më pas të bëhet i Zoti të jetë ai që sjell fitime dhe nga fitimet e veta të japi pastaj. Ka pas institucione të tilla gjithmonë, edhe pjesa e haneve që kanë pas qenë. Hanet ishin hoteleri. Po kishin dhe të ardhur. Po njerëz të rrugës që rrinin me rrotë. Po ato njerëz që shkonin, ai ishte një shërbim që ju ofroheshte njerëzve, ndërkohë edhe paguheshte. Dhe të ardhurat menaxhoheshin dhe vakofi, le të themi, mbante veten e vet dhe krijonte të ardhura pastaj që një pjesë të tyre shkonin për të përmirësuar ta quajmë kështu atë shërbimet që kishte institucioni, që ofronte institucioni. Pjesa tjetër, një pjesë shkonte për pjesën e nevojtarëve. Fitimi, pasuria duhet shtohet. Pa ideja është ta zhvillosh sepse Zoti ka bërë amanet-qarë, jo ta mbash sepse nuk është e pëlqyeshme, konsiderohet fesar, ta mbash pasurinë, ta kenzën, e përdorin termin e kenzit, diçka që e mban të groposur, se më, groposat pasurinë. Se shefajnë kërkush. Madje hyn gjunah merr mëkat nëse e mban pasurinë të tillë pa e vënë qarkullim, pa e vënë lëvizje, pa e përdor. Nuk është e mira ta mbash të ngrirë pasurinë me atë idenë e kursimit, po kursej. Jo, duhet ta qarkullosh e ta vendosesh në lëvizje. Teza ekonomike interesante me këtë. Me magazinimin e të ardhurave, që krijojnë kolapse ekonomike ato pastaj. Neve në shoqërinë shqiptare, un kam pas një farë interesi të njohet marr informacione deri diku çfarë ndodh me shoqërinë shqiptare, sidomos në fushën e do të gjesh që shumë prej njerëzve ideja mbajtjes lekëve poshtë jashtënikut ose poshtë dyshekut. Ideja e kursimeve, ti kemi për ditë vështira, s'është keq, të mbash diçka, po jo të mbash tërë pasurinë. Po domethënë ti je pak optimist, edhe fillosh që këtë pasuri ta shfrytëzosh edhe sepse është amanet, sepse edhe pasurinë që Allahu xhaleshanu na e ka lënë në duar është amanet. Allahu xhaleshanu thotë wala tusufaha amwalakum. Dhe mos u jepni njerëzve shpërdorues, njerëzve që nuk dinë ta menaxhojnë pasurinë, mos u jepni në dorë. Nga ana tjetër na mëson që të jemi të ekuilibruar. Tek pjesa edhe tek e dhëna, mos bëhesh nga njerëzit që ke frikë se e kap një moment kështu, gjithë pasurinë e vet, s'ka gjë për në shtëpi pastaj për të lënë kështu. Kjo është interesante, ka kërkuar që tërheqet vëmendja edhe ke kjo, pra një mesatare duhet parë. Një nga sahabët shkon tek profeti Muhammed alayhis salam dhe kur e ndjen që po i afrohesh te vdekja, i thotë profeti i Zotit, un kam pasuri. Thotë ta jap gjithën sadaka për profeti alayhis salam, jo të gjithën. Po gjysmën, jo gjysmën, 2/3, jo 2/3, as gjysmën, derisa shkonte 1/3, 1/3 atë ajo është shumë. Domethënë ke dhënë shumë prapa aty. Edhe kjo është standardi ke uasia. Është minimumi, pra deri 1/3 e pasurisë. Kjo është dëshmia e trashëgimisë, si themi. Kur të lësh trashëgimin, deri vetëm 1/3 ose më saktë, deri tek 1/3 mund ta lësh për ta dhënë sadaka. Se thosh ke drejta shpërndash, si thënë. Pjesën tjetër mund ta lësh me testament që ta marrë trashëgimtarëve. Këtë të bamirësi, kurse pjesa tjetër është e trashëgimtarëve, dhe i thotë nëse i lë fëmijët e tu që të jenë të panevojshëm, pra mos të kenë nevojë të trokasin e bërdyet e tij, është më mirë pra se sa ta të jenë të panevojshëm ata, të kenë një lloj mjaftueshmërie. Edhe është interesant se ne për shembull ndoshta si subkonsciencë kolektive na vjen kjo bamirësinë akoma imagjinojmë tek njerëz, tek individ. Kjo që bamirësia kërkohet edhe prej institucioneve. Ka institucione të fuqishme financiare sot, por që ato duhet të japin atë sadakan edhe zakatin e tyre. Pjesën e vet. Kretë rastisht një radhë po lexoja, ishte një nga këto kompanitë e naftës dhe të gazit në vendit e Gjirit, edhe për vitin 2024, thoshte kishte një fitim, domethënë diku ke 200 sa miliard dollar. Po ti imagjinosh domethënë ka 5% më duket apo jo? Po imagjino sa është bota. E qartë. 8 miliard njerëz po themi ne. Pra sikur këtu jep të gjithë njerëzve nga 1 miliard dollar, edhe prapa ti as 10, pra 10 është shumë, 10. Imagjino 200 sa 300 miliard dollar, pa do të heqësh 8 miliard, sa pjesë, sa ngjelet pjesa tjetër domethënë.
Pra nuk cënohet fare pasuria e tij. Pse solla si shembull këtë, se kemi institucione shumë të fuqishme sot financiare. Institucionalizime. Edhe ndoshta ato njerëz nuk e dinë se duhet t'japin sadakan apo ato detyrimet e tyre, po dhe për njerëz për shoqërisë nuk pritet fare, nuk ju kërkohet që ore reagoni, shihni se edhe ju keni detyrimin. Është interesante kjo qasje sepse detyrimet që kanë njerëzit ndaj pjesës tjetër të njerëzve që fundja janë konsumatorët e tij. Patjetër. Në farë dhe forme dhe bashkëpronar me njëri tjetër për të ndërtuar diçka apo për ta zbritur në treg. Edhe njeriu kur jep zakatin e vet, një ndër ato urtësitë e dhënies së zakatit, thotë imagjino se si i përmirëson marrëdhëniet mes personit që ka të ardhurat dhe personi që do t'i marrë. Se fundit ky personi që nuk ka një biznes, nuk ka diçka, këtë paran e ka një kapital që në fund do ta ble dhe do ta investoj tek ty. Po aty do sillet. Te dyqani jot, te furra jote, te biznesi që ti ke, që shetë do ofron produkte konsumi për njerëzit. Pra ai do të konsumoj, po prap ato para prap te ty do të vinë. Ama do çarkullojnë, do lëvizin vërtet. Do lëviz para. Un kam parë disa prej kompanive edhe shqiptare në ka rastis për shkak edhe të punës. Firma që marrin projekte ndryshme ndërtimi kështu me radhë. Thonë neve kemi edhe me ligj që një pjesë, kur bën një punë, një projekt të madh, një pjesë e atyre fondeve që llogariten nga fitimet e kompanisë duhet shkojnë në shërbim të komunitetit aty, pra duhet bëjnë diçka për komunitetin. Ka zbritje edhe ke taksat, më sa më dëgjoj. Po është aty. Që është zbritje taksës. Por është pjesë, domethënë e shërbimit të komunitetit në Evropë, në perëndimin e përgjithësi, është edhe me ligj kjo gjë. Edhe njihet të taksat që zbriten, pra të zbriten nga detyrimi i taksave që ti ke, por edhe vlerësohet shumë si pikë, le të themi, shtesë që ti merr nëse aplikon për një projekt tjetër, sepse ti ke dhënë nga ajo që ke shërbyer për komunitetin. Ndërtim shkollash kryesisht. Një ndërtim shkolle, një ndërtim rrugë, një qezër, një qendër shëndetësore e kështu me radhë. Po për të kaluar pak e pjesa e aktualitetit jonë shqiptar, për arsye edhe të përvojës që ke jo pak, domethënë. Si e shikon konceptin e bamirësisë në një farë forme, domethënë, në çfarë si po ecim ose çfarë po ndodh mos, si ecet kjo punë, çfarë projekte ka për shkak ose ndaj gjë që mund të hedhim dritë dhe ja vlen bisedoj. Është interesante të shikosh transformimin e shoqërisë shqiptare nga vitet 90-91 deri më sot, nga një shoqëri që pothuajse ishim gjithë varfër. Prisnim. Barabartë në varfëri. Po me operacionin Pelikan dhe shumë operacione të tjera, sigurisht Pelikan na binin ato torbat për çdo derë shtëpie na vinin me ato vaje ushqimet, do të thënë kemi qenë një shoqëri që në përgjithësi dorëzuam. Është vërtet. Prisim çat na binin gjithë. Jo se nuk na mungonin aftësitë. Dhe këto i kanë treguar shqiptarët. Se çështja e mundësive më shumë se sa aftësia, po. Mbasi dolën, lëvizën, shkuan perëndim sidomos në shumë vende ndryshme ku kanë shfaqur aftësi të jashtëzakonshme. Edhe shoqëria jon ka krijuar një lloj reflektimi, besoj unë tash, si një pjesë e mirë e shoqërisë, ka krijuar një lloj mirëqenie, por që e ndjen që ajo rahatia e brendshme nuk është aty ku duhet, sepse nuk realizohet vetëm me anën materiale. Gjithmonë e themi që Zoti e ka dalluar njeriu dhe e ka veçuar nga gjithë krijesat e tjera dhe e ka bërë atë më këmbës të tij në tokë. Pra në Kur'anin famlar thot Khalifetullah, inni ja'ilun fil ardi khalifa, unë do të caktoj në tokë një mëkëmbës. Dhe Allahu xhaleshanu kur ju dha krijesave të tjera, pra engjëjve dhe xhindëve këtë lajm, xhindët e kishin provuar më përpara në thonjza menaxhimin e tokës dhe administrimin e tokës, kishin shkaktuar gjakderdhje probleme. Ndërkohë shfaqen engjëjt dëshirën për të qenë ata. Se në mënyrën se si shprehet Kurani famlar tregojnë pse të mos jemi ne atëra Allahu xhaleshanu thotë unë ti atë që ju nuk e dini, pra kjo krijesë e re që unë caktoj ka diçka të veçantë. Dhe në fund fare, që ti bjem shkurt se është pak e gjatë, kur Allahu xhaleshanu e krijoi njeriu i dha atij diturinë, aftësinë për të mësuar dhe për të përzgjedhur, pra dituria edhe aftësia për të thithur e për të përpunuar diturinë që merr. Dhe në fund fare kur Allahu xhaleshanu thotë fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Kur unë ta përsos, pra ta krijoj si trup, t'i jap formën e duhur njeriu në mënyrën më të mirë që di Zoti vet, dhe më pas t'i jap shpirtin atij, pra ti fryj prej shpirtit tim, pra t'i jap Zoti shpirtin njeriu, atëherë ti binin sejdë atij. Sejdja përkulja që bën engjëjt dhe xhindët para Ademit alayhis salam ishte shenjë respekti për këtë krijesë të veçantë, pra që krijoi Zoti me urdhër nga Zoti. Dhe nuk u bë sejdja në momentin që u krijua trupi,
po kur ju dha shpirti, pra shpirti ai që e bën njeriu njeri, dhe besoj se shoqëria jon ka filluar ta ndjejë këtë nevojën e ushqimit shpirtëror. Edhe një pjesë e mirë kam vërejtur edhe në për xhamit, edhe në për ato ambientet bamirëse, ose në fondacionet bamirëse, ku shpesh herë angazhohemi dhe me fushata të ndryshme, por edhe të medreseja e kështu me radhë. Do të shikosh që njerëzit janë të orientuar tek dhënia e bamirësisë dhe ndihen shumë mirë kur japin. Fillojnë ndjejnë një lloj kënaqësie pavarësisht se dimension tjetër tash. Ana fetare, domethënë ndjejnë, kanë ato mangësitë e veta, qoftë informacione ato, por kur fillojnë e ndihen, përveç faktit që e japin në një vend ku nuk kanë dyshime që abuzohet, pra sepse transparenca ekziston edhe personi që e merr ndjen më shumë si përgjegjësi, tash duhet ta çojnë në vend këtë që ma la porosi ky, edhe pra ndjen, po vetë ata ndjen mirë, madje kërkojnë edhe dhe vazhdojnë në bashkëpunimin edhe më tej. Kjo u shfaq deri diku në periudhën e viteve pra të luftës së Kosovës, pavarësisht se ishin nevojtarë vetë shqiptarët, hapën dyert e jo të shtëpive, jo vetëm të shtëpive, por edhe të zemrave për vëllezërit tanë nga Kosova. U shfaqet edhe në kohën e periudhën së tërmetit, por shfaqet edhe në ato rinde. Sa herë shfaqet nevoja njerëzve. Jo vetëm kaq, por neve kemi parë, domethënë, edhe tash sot e kësaj dite, por sidomos në muajin e Ramazanit, njerëzit kanë një lloj gatishmërie për të dhënë, sepse feja islame të mëson që ti ca minimume ti kesh domosdoshmërisht do t'i japësh. Sado i varfër ti. Qoftë sadaka fitri, po vim ke sadaka fitri për shembull. Do t'a japësh. E ke një sasi që është një goxha simbolike në kuptimin për nga gjithë do ta japësh edhe ti ta ndjesh një herë më. Ore, shikoj se unë duhet t'jap një herë. Kur i jap tash që kam pak, kur të kem më shumë do t'jap dhe më shumë. Pa të mëson me idenë e të dhënit. Pastaj ke ato pjesën tjetër, pastaj ke pjesa e të dhënit, nuk ka kufi pastaj mbrapa. Sa të kesh dëshirë, sa të kesh mundësi, jep, sepse fundit për të mirën tënde po jep. Do t'ja shikosh mbarsinë dhe begatin të shëndetit, e familja, të punët e tua në jetën e kësaj dynjaje, por se ajo që është më e rëndësishme tek mirësitë që përgatit Allahu xhaleshan. Tek ky libri që ka i bën Kaimi Zadul Mad, gjej një qasje interesante të Imamit, thotë që bamirësia ka një efekt çuditshëm dhe ka ai që nuk beson, thotë. Thotë i bën Kaimi, thotë në transmetimet thotë që kam marrë thotë nga dietarët, ose Zoti ja kthem po bamirësinë këtë dynja, ose nuk ja merr shpirtin pa me udhëzuar rrugë të mirë. Qoftë edhe një njeri që nuk është i besimit, thotë, por aq efekt të fortë thotë ka bamirësia si gjest i njeriu, si akt, saqë edhe ka ai që nuk e beson Zotin, a nuk ka asgjë, thotë, do t'i shpërblej Zoti i formë apo i tjetër. Ajeti Kurani thotë wa Allahu bi dhallamin lil abid, dhe Zoti yt nuk është i padrejtë ndaj robërve të vet. Gjithë jemi robër të Zotit, pavarësisht se sa e njohim ne. Sa jemi të vetëdijshëm apo jo për këtë. Ka që nuk ashu, por se Zoti nuk i çon dëm për pjekjet. Qoftë edhe mirësinë që bën njeriu, ja shpërblen këtë dynja, nuk ja lë. Pra nëse ai ka këtë pjesën e dimensionit sinqeritetit, pastaj Zoti ja jep inshallah e nxit dhe ja hap dyert e zemrës për besimin, që ti bëj dobi pastaj edhe për botën tjetër. Por këtë botë nuk shkon asgjë. Nuk shkon asgjë më vërtet. Kam dëgjuar diku përso që ka ca shifra që janë relativisht jo të vogla, që besimtarët musliman të këtu apo jashtë që janë këtu që kontribuojnë për shqiptarët, i mbajnë, domethënë janë kontribute që mbajnë. Kam dëgjuar diku që 6-7.000 jetim, nuk e di sa vërtet është. Nuk e di, por mund ta hapim si bisedë. A ka një shifër sa është numri i jetimëve që mbajnë? Domosë thosh, është mirësia e pjesës besimtarëve që kontribuojnë për këto. Po statistikat siç i kemi dëgjuar deri diku janë mbi 4.000, mes 4 dhe 5.000 jetim në gjithë Shqipërinë, si jetim, pra që kanë humbur babain për shemb, ose të dy prindrit. Por se numri i atyre, le të themi, ndihmave mujore që i jepen këtyre jetimeve, mund t'i quajmë si tip pensioni ose një diçka ndihmë mujore që i jepet, kalon mbi 6.000 afër deri 7.000 ndihma mujore ose pensioni mujore. Që afrohen për njerëzit nevojë. Sipas gjendjeve, sipas mundësive që kanë, që bëhen dy, le të themi, që i jepen dy vetë të kontribuojnë tek për shkak të hallave dhe problemeve se nuk mund t'ia zgjidhësh. Bëhet fjalë për një ndihmë, le të themi, diku ke $30 ose €30 në muaj, ku të paktën një diçka simbolike. Është një mbështetje simbolike. Kjo është minimumi që i është ofruar shtresës së jetimëve, kurse pjesës tjetër njerëzve të nevojë ka projekte edhe ka një thash solidarizim shumë edhe nga shqiptarët brenda Shqipërisë tashmë.
që përveç atyre që kanë njohjet e veta dhe i shpërndaj vetë, që ato nuk i dim. Po ka qendra shëndetësore, po ka ambulanca, po ka shkolla, po ka... ndihma kështu drejt për drejt që i çojnë dikujt, ose para, ose ushqime, ose diçka tjetër që i ndihmojnë, ose dikujt që ka probleme shëndetësore, për shpenzime spitalore, kështu me radhë, ka njerëz individ që i çojnë. Kurse në për këto institucione që një nga ato ku punoj dhe unë, është, do të shikosh që ka kontribute të jashtëzakonshme që vijnë njerëz edhe tregojnë të gatshëm, thotë unë nuk kam kohë, nuk i njoh, nuk i di sepse jam angazhuar në punët e mia me bizneset e kështu me radhë, por kam dëshirë të kontribuoj dhe vinë dhe kontribuojnë. Do të gjesh këtu që të paktën shkaktuar një numër diku rreth mbi 120 jetim që mbahen nga donator nga brenda Shqipërisë, domethënë në pranë fondacionit tonë paktën. Kurse një pjesë që duhet kemi një mirënjohje të veçantë, që përveç sakrificave që kanë bërë kur janë larguar nga Shqipëria, pra pjesa e diasporës që kanë kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Ballkanin, kanë një kontribut të jashtëzakonshëm që me shumë sakrifica kanë ndërtuar dhe institucione atje, xhami, qendra islame kështu me radhë, por kanë kontributin e tyre të pa e përcjellën edhe këtej ku kanë kontribut të vazhdueshëm. Por se thash muaji Ramazanit është ai muaj që ka një atmosferë ndryshe nga gjithë muajt. Kam dëgjuar bahar që kjo shtëpia e jetimëve e Zyber Hallullit rahmet past është bërë nga kontributet e pagës së vet që ka pas marrë në Bashkinë e Tiranës. Kam lexuar kështu diku. Po, vetmi, ai ka dhënë edhe pjesë të pasurisë së tij. Se ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, ka dhënë një pjesë të pasurisë së tij, po janë edhe shumë hoxhallarë edhe njerëz bamirës të qytetit të Tiranës në atë kohë që kanë kontribuar për ndërtimin e shtëpisë jetimeve, jetimores. Atëherë do të kemi parasysh në 1913 luftat ballkanike sollën një zhvendosje të madhe të popullsisë shqiptare drejt Tiranës. Po, parashikojë luftrave që ishin në kufit, po. Nga Malizi, nga Kosova, nga Trojë dhe Maqedonisë, edhe në mesin e tyre kishte një numër shumë madh jetimësh. Fillimisht u munduan që të menaxhojnë nëpër familje, duke i shpërnda, po ajo krijoi, po themi, një lloj peshe të madhe, një barrë sociale. Edhe sekretar bashkie që pra interesant është fakti që ai nuk jep idenë, edhe thot tash më lidhni lekët. Po është i pari që fillon ndërtimin. Që po themi jep pasurinë e tij dhe i dedikon rrogën, pagën mujore të tij për shtëpinë e jetimëve që edhe sot mban emrin e tij. Interesant. Profesor, ne kështu vim drejt fundit të kësaj bisede, megjithatë besoj që ishte kënaqësi që biseduam për këtë dimension që mendoj që jo vetëm thjesht është e rëndësishme, por ka nevojë të rishikohet shpesh herë për rrugën që po marrin, sepse është një ndihmë e jashtëzakonshme për të zhvilluar shoqërinë tonë shqiptare. Unë të jam shumë falënderues që ishte me ne. Përkundrazi kënaqësia ishte Zoti shpërbleft. Shumë për ftesën. Agjërimi të jetë mbarë i pranuar për gjithë. Amin. Ne shpresojmë që për gjithë jetë një Ramazan. Edhe inshallah muaji Ramazanit kontriboi për rritjen akoma më shumë ndërgjegjes për ndërgjegjësinë e vërtet. Sidomos në këto dimensione që ne kemi nevojë si shoqëri. Profesor, faleminderit. Shumë faleminderit. Bahar, faleminderit shumë. Nderuar vëllezër dhe motra, dhe sot ne ishim në këtë takim të radhës dhe folëm për bamirësinë. Deri në takimin tjetër, bashkërisht, selam aleikum warahmatullahi wabarakatuh.